shërtimit gjyqësor të landës me numër 2470 kundër Komandërëve Drita Millaku, Gjelat Sfejsa, Sali Zyba dhe fitore Pacoli për shkak të veprës penale për dënim një armës apo mjetit të rrezikshëm. Prezent janë prokurori i shtetit Dardan Qela, Drita Millaku prezent, Gjelat Sfejsa prezent, Sali Zyba këtu, ndërsa mungon edhe fitore Pacoli si e pandehur. Atëherë, gjyqësari konstaton se në këtë seancë nuk i mbuluar kushtet për mbajtjen e seancës së shërtimit gjyqësor, për arsye se mungon e pandehura fitore Pacoli, ndaj të cilës gjykata ka lëshuar drejt përcjellje me detyrim, ndërsa policia stacioni Jugu përmes së mallit zyrtar na kanë informuar se ndaj njëjtës nuk kanë pasur mundësi ta realizojnë ordresën përcjellje me detyrim. A kimo caktuar avokat vet apo përmes odës avokatëve gjykata që e lajmëron? Mbaro ta bëhet fjalë për sot apo një ditë tjetër? Jo e për një ditë tjetër, se sot është fitore Pacoli, që ftesa e kaluar ka dorëzuar te avokat me raport. Përmes odës avokatëve. Përmes odës avokatëve. Në rregull, gjyqësari konstaton pas se vetë kështu, ndërsa merr vendim se ose sot më nuk mbahet për të pandërën Sali Zyba, i cili deklaron se avokati i caktuar nga oda avokat dhe gjyqësari do ta informojë odën